por që natyrisht është dhe ky një bullizues, është një njeri që... Provokator ke fjalën? Patjetër, por audienca ndryshe nga Luizi dhe Olta, ky ka kapur audiencën e adoleshentëve, mosha mesatare, shkon deri tek 18-19 vjeç. Do të kërkoj ndjesë për ndërprerje në këto momente, një falënderim për MoneyGram Invest, institucionin monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV, me sloganit tashmë të njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Faleminderit MoneyGram Invest. Kam lexuar një analizën tënde për të ndjerin pronar të MoneyGram. Nuk e kam njohur personalisht, por ti më bëre kurioz të pyes, nuk i njoh, nuk kam marrë kur një reklam, kam bërë disa herë veprime si qytetar, dhe pyeta dhe më thanë që ishte një zotni fisnik, edhe atë çfarë ka shkruar Landi janë mëse të vërteta, kështu që më bëhet qefi që ka dhe biznesmen që nuk i tjetërson as paraja, as... Është shumë e vërtet, Bledi, dhe unë jam shumë i njohur sepse më ka mbështetur dhe më ka ndihmuar për botimin e librave të mi dhe jam shumë i njohur, domethënë një falënderim atje në Parajs ku është Ilira Dili. Pinjolli ti djali vazhdon të drejtojë kompaninë, kështu që po ecën në gjurmët e... Po, edhe gjithë familja dhe janë të denjë për atë. Sinqerisht nuk i njoh. Nuk i njeh. Më vjen shumë mirë atëherë që e thën nga ty. Falenderoj shumë. Bledi, tani nga Josefini te Gjesti vim te marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë. Tani libri lapidar, po themi, për Kosovën është ai që ka shkruar Shaban Murati, që ka ndruar jetë para disa muajve, dhe unë nuk e di që nëse dikush duhet të shkruaj për marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë, për historikun, pa lexuar atë libër. Por ajo që më bën përshtypje është që tendenca për të krijuar kombin kosovar. E fundit ishte Nexhmedin Spahiu që tha që unë po të na sulmonte Shqipëria, është kështu sikur të thosh ti po sulmoj Skrapari për Metin, domethënë unë do marr pushkin e do vras Skrapari. Do dalim kushurin përballë për fronte lufte. Çfarë po ndodh? Si ka mundësi? Sepse Zoti Topi, presidenti i Republikës, dihet në kompaninë Top Channel te Milaim Zeka te Top News, ka dhënë një deklaratë shumë të fortë, ku thonë është vepër e shërbimit me sekrete, gjithë kjo tendencë dhe nxitje në rrjetet sociale për të armiqësuar dhe për të futur në konflikt, për t'i ngatërruar, se ngatrestari është armiku numër 1 i shqiptarëve. Ngatrestari, ka thënë Gjejfisht atë, për t'i ngatërruar shqiptarët. Çfarë po ndodh? Unë kam një eksperiencë, thash, kam punuar 4 muaj në Kosovë dhe qëndrova atje në Prishtinë. Dhe vura re... Në cilin vit? Vjet. Dhe vura re edhe çfarë na bashkon dhe çfarë na ndan. Herë dhe unë isha në dilemë, thosha, po krijohet një identitet i ri kosovar, sepse nuk po themi dialektin e gjuhës, se dialekte ka edhe brenda fshatrave të zonat tona, jo më... Si thoshe Kadareja, edhe fshati me fshat dallohen edhe nga dollia, edhe nga folklori, edhe nga rrobat, nga kostumi. Edhe fshatrat tona që kanë lagje të tërë me mbiemra të veçantë. Edhe aty ndryshon. Fshati nga fshati. Po, por e vura re që sensi humorit është krejt ndryshe. Unë isha opinionist bashkë me bashkëshorten e... Ti gjithmonë e thua puna jote kur ishe në Big Brother atje, si opinionist. Në televizionin Klan Kosova, isha opinionist me gazetaren e njohur të Kosovës dhe bashkëshorten e ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Dhe fatmirësisht ajo vajzë ka jetuar dhe në Tiranë, ka jetuar dhe në Prishtinë, dhe i thosha, të lutem pse po qeshni? Edhe po bëjmë fore. Po çfarë është fore? Është hajgare. Po çfarë është hajgare? Po shaka, bre shaka. Domethënë, këto lloj bariera gjysore fillojnë krijojnë edhe një lloj profili tjetër, sidomos kombet mendoj se dallohen edhe nga sensi i humorit. Pra, si e ndërton batutën, si e ndërton anekdotën. Dhe herë thosha unë, pse unë nuk po qesh? Pse unë nuk po e kuptoj. E para njerë duhet isha aty vendas që të dije dhe personazhet me detaje, origjinat e gjithçka tjetër. Dhe ajo tjetra, mendoj se Kosova, duke qenë shteti më i ri i Europës, ka kërkuar me patjetër të krijojë dhe profilin e saj unik. Pra, ne jemi shqiptar, por ne kërkojmë të jemi ndryshe nga Shqipëria, qoftë në politikë bërje, qoftë në biznes. Ti shiko rastin konkret që sa shpejt i numëron votat Kosova dhe sa ngadalë i vonon Shqipëria. Politika kosovare është më kurajoze. Sa qeveri ka dhënë dorëheqje në Kosovë. Por nuk ka komb kosovar, Bledi. Komb kosovar, pastaj debati, duhet i kthehemi debatit nëse ka dare, që ti e njeh shumë mirë.
Gjithsesi, jam I sigur që... Për ty, ka konë kosovar, Bledi? Akoma jo. Zë me thënë akoma që ti e pret që të ketë? Ndoshta, ti e vërrej se çfarë intensiteti ka marrë jeta, sidomos me teknologjinë. Do vi një ditë që ne nuk do ndjerim pasaportën në aeroportet të Shqipërisë ose të Kosovës. Jo gishta, po do ndjerim pasaportën e korporatës. Landi punon për Netflixin, Bledi punon për iPhone-in, pra nga shoqëritë kombën e po kalojmë në shoqëritë e korporatave, sidomos ardhja e Donald Trumpit, e një biznesmeni. Megjithatë, a është tezë serbe kjo krijimi I kombit kosovar? Unë shpeshherë njerëzit më thonë jam islamofobik, por nuk jam I tillë. Mua më shqetëson për shembull qoftë në Shqipëri dhe në Kosovë ngritja një numri të madh xhamish. E them këtë sepse nuk janë në raport të drejtë me numrin e besimtarëve. E para, ke fshatra të tërë ku ti mund të gjesh nga 2 xhami, po nuk gjen dot një shkollë, një ambulant në fshat, dhe kjo është shqetësuese. Nuk kemi parë më tani priftërinj apo hoxhallar që të shkojnë të rregullojnë tjegullat e një çatie shkolle apo të mbjellin një pemë. Pra, rolin e shkollës gradualisht po e merr kleri fetar dhe kjo është shqetësuese. Dhe unë e shikoj te programi im se sa shumë I besojnë Fred Sakos, I cili nuk e argumenton dot as shkencërisë dhe I them her pas here, dje në darkë në orën 1 të natës, Gjeku u sëmur dhe Gjeku nuk e quan as në kish se ishte mbyllur, nuk e quan as në xhami se ishte mbyllur, hoxha dhe prifti po grisin, nuk e sollën as e redaksia rrethit katror, edhe ti zotro dhe Frecako po flije, po ku e quan? E quan te spitali Qiri 24 orë, pra shkenca fle. Hoxha dhe prifti. Po si ja bondi me Alfred Çakun aty pastaj? Ne jemi të vërtet, her pas here jemi zënë dhe nuk kemi folur për kohë të gjatë, kemi pas dhe kërcënime, po. Kërcënimet ka kërcënuar ai? Po, dje botërisht. Por problemi është që tani palët janë zbutur dhe themi që debati le të vendos publiku. Titulli I rrethi katror ti e ka dhënë? Jo, ishte... Se dhe kjo rrethi katror? Titullimi ishte Maskara. Maska, se ishte kohë e pandemisë. Maskara? Po Ben Blushi ishte drejtori, nuk e pranoi, kështu që I vuri titulli është produkti I Benit, pavarësisht se... Si kishe marrëdhënien me Ben Blushin, jam shumë kurioz. Deri para 3 muajsh shumë mirë, po tani jemi zënë edhe... Por e kur ishit atje në... Shumë korrekt. Po kjo tani nuk vën dyshim që Bledi Male... Jo, Beni solli kulturën e klikimeve në televizion dhe që atëherë fillon televizionet janë rënuar. Kjo është dhe Beni, sidomos Beni nuk I takonte. As ty nuk të takon qofse do rendesh pas klikimeve. Ne na duhet... Na masakrove fare kështu. Klikimet le t'i marri Jozi me shpullën, se në fund të ditës se ke parasysh është si puna e një këngë të bukur, se ti je familje muzikantesh dhe mbas 10 vjetësh ti nuk do dëgjosh atë këngë që vjet në par vjet në ver. E diti dhe unë kush ishte hiti I verës? Jo, se mbaroi. Mbaroi. Pra ti dhe unë këndon këngën e Parashqevis, këngën e Hotel California, Eagles, në një këngë nga Tina Turner. E kam fjalën që edhe punë e klikimeve, okej, për momenti, po pastaj ka nostalgji, ka. Mbas 10 vjetësh, jo, ne na duhet debati I thelbi, nuk na duan tani përputhet. E ke parasysh, ikmi ti lavira si kolon zanore të mitikut të Partisë Demokratike akoma Europsat e 87-s ti dhe Final Countdown. Edhe ata e vendoni. Ore, keni një këngë tjetër I thash, vini një këngë tjetër 1987.